Në mes të natës, kur gjithçka dukej e qetë dhe vetëm zhurma e lehtë e kondicionerit dëgjohej në dhomën e ndenjes, papritur u dëgjua një trokitje e fortë, si të ishte rrëzuar një karrige. Banorët që flinin filluan të lëviznin nën batanie, sepse diçka po ndodhte. Era e tensionit ishte e dukshme. Edi, me fytyrën e ashpër dhe hapat e vrullshëm, u shfaq në korridor, duke ecur drejt kuzhinës ku Labinoti po pinte ujë. Në fytyrën e Edit dukej qartë që diçka e kishte ndezur për brenda. Dera e frigoriferit u mbyll me një përplasje të lehtë dhe aty nisi gjithçka. Edi ngriti zërin i pari. Në shtëpinë e Big Brother, zërat e natës dëgjohen më shumë se zakonisht. Dhe fjalët e tij u përhapën si rrufe. Labinot, boll më me atë lojën tënde. Boll me provokimet. Ti s'më njeh mua. Labinoti u kthye ngadalë, i hutuar, sikur s'po e besonte çfarë po dëgjonte. Ai u mundua të fliste me qetësi, por Edi kishte shpërthyer. Fjalët i dilnin të forta, të mbushura me nerv, të gjitha emocionet që kishte mbledhur për ditë të tëra. Banorët një nga një nisën të dilnin nga dhomat, disa me sytë e fryrë nga gjumi, disa të tmerruar se mos situata dilte jashtë kontrollit. Bia, Dolce, Benita dhe disa të tjerë qëndruan në shkallë, duke parë me sytë e zgurdulluar. Edi, qetësohu, tha Benita, por ai nuk e dëgjoi. Ai ju afrua Labinotit. Duke i folur me zë të ngritur, i afruar, por pa e prekur. Ishte ajo lloj tensioni kur ndjen sikur ajri në mes të tyre është gati të shpërthejë. Labinoti mundohej të mbante qetësinë, por Edi nuk i linte hapësirë. Shtëpia nuk kishte parë kurrë një përplasje kaq të ashpër. Atëherë ndodhi ajo çka të gjithë e kishin frikë. Fjala e njërit u ngrit mbi tjetrin, toni u bë më i rëndë dhe banorët vrapuan mes tyre për t'i ndarë. Dolce u fut mes tyre me duart të ngritura lart. Mjaft. Stop. Nuk ja vlen, mos e çoni situatën më larg. Në atë çast, Bia nisi të qante nga tensioni, duke thënë, ju lutem, mos e prishni natën kështu. Disa të tjerë kapën Edin nga krahu për ta tërhequr.